Ku ishin këta? Ku ishte policia në aeroport? Ku ishte garda në aeroport? Shidhe ka me Gjusa Gasin, pra? Që shlidhe ka dora i të ka jo atentat? Qa flisni ju? Ku ndodhin ato patë? E sigurt ju që aty ka dorë Gjusa Gasi, aty ka dorë Ilir Proda. Që është drejtori përgjithshëm i policisë dhe nuk gjendeshe një policë 20 kilometra qark. Që ka mundësi? Në zonën më të sigurt, më nevralgjike të Shqipërisë që është aeroporti. Që atje të shkosh në këmbë të ndalojnë 7 herë. Si vikan ata, rikan, priskan me armë, me makinë, bëjnë vrasjen dhe largohen qetë. Dhe atë ditë ka pas, duhet kishte edhe më shumë mbrojtje se po kalonte një po thua Proda, nuk po thua Shishti, po thua Proda. Jo, shërbimi informative ruan atë. Aeroporti është infrastruktura kritike dhe patjetër që ka përqendrimin më të madh të shërbimeve sekrete. Zoti Kume ka qenë në atë ditë. E bëra këtë pyetje unë sepse thotë që unë kam pyetur drejtoreshën e Shish dhe ka thënë që nuk duhet flitet keq për institucionet tilla. Nuk ka kthy përgjigje për pyetje, që është keljet ligjit, do doja çojmë prapë pyetjes, mbase s'di shqip, por unë në pyetja ime është çfarë keni ju informacion për këtë punë, për këtë njerëz. Ç'është ky njerëz që del gjithandej me policinë dhe ti s'pas ke informacion, për çfarë je aty?